Frederik, nashta gaboj veç normalisht është anë falit. Menoj që pak si artist je pak vetjak. Menoj. Qa kupton me fjallën vetjak? Vetjak që vetëm për veti, do më thonë, nuk mundohesh me vlerësu dikën si artist, për shembull. Ha? Unë menoj je pak vetjak. Vetjak veç për veti, veç vetë. Nuk qëtë ashtu, nuk po. E që që unë vetjak ti? Nuk e di, vetjak është kur ti do më najt i myllën punë tonë e s'ke punë me kërkën. Nuk është puna vetjak kështu në përgjithësi. Po e flas për pjesën e muzikës, pjesën e artistit, shpirtin e artistit. Apo do me Nuk është puna ty po. Unë e shoh që je shumë vetjak. Gjej diçka tjetër, se ka disa më tjerë. Që unë ta them, për shkak se atë ditë me disprojmë ti the Erandit artist pa titull. Do më thënë është një formë ofenduese. Pa dashur. Nashta ky s'ka dash, nashta ky e ka bën mënyrë hajgare. Është prezardje. Ama ky e përmend edhe pak si hajgare sa në. Tjerë artist pa rregullo mikrofonin. Vetëm pak, jo, e tha edhe ti si hajgare tani. Ama tani ti kaluve në seriozitet, se i the kallxëm, tha kur e ke marr titullin, kallxëm diplomat bleme. Ja, ishte me tjetër kanon. S'di. Ai tjetri foli, pse thuhet aty atë, unë ky s'sa mu. Ai tjetër atje mbrapa që quhet Castro. Tha, pse futi atë këtu? Sepse më vret fakti që një ky njerëz s'ka titull. Po ku e din ti që s'ka titull për shembull? Mirë, titulli e bën atë më fal. Po vetë jagu. Ky ta ka thënë që s'ka. Po vetë jagu. Po më ka thënë. Të bëj një pyetje Frederik, mund të bëj një pyetje? I ka thënë se s'ka titull. Titull si thot ai? Po. Titull. Titull mjeshtrim mall. Jo, nuk ka. Titulli bën artist, titulli bën artist. Më fal, jo. Është një vlerësim. Jo, dakor. Je shumë gabim. Më fal, ja ta bëj një pyetje më ndryshe nga ylli. Pse të vjen keq me jam të marrë një muhabet me njëri gjithë shumë. Po vjen. Jo s'jam i ditë, jo s'jam i ditë në akademik. Jo një njerëz shumë i thjeshtë. Pse të vjen keq ty? Po çka vjen keq? Ai nuk ka titull, vjen keq se tha unë apo ai që nuk ka titull? Vjen keq se ti thu. Po sepse nuk ka titull, po i te ka. Ai njëri s'ka. Ku e din ti? A ka titull mjeshtër i madh, a ke titull në Rikombit? Jo, çfarë? Një minutë. Vazhdo pra këti. Jo, se ti tha këm ka thonë. 80 vjeç valla. Ka thonë këtë që s'ka. Jo, 50 vjeç. Ai ka thonë ti që s'ki titull? Jo, mirë, ti do të kishe për një pyetje tjetër. Ky Jo, s'kam titull po them. Jo, akademiku. Thonë që s'kam titull. Akademiku. A kupton? Jo, më kupton që s'kam titull. Thash, jo, nuk kam titull ty. Tha që ti më pyte, a ke titull? Jo, unë e thash pyta, thash, ky as kupton, as nin, vetëm e thon atë vetin me më bë çapa, nga titull që ka Riku. Me tanaher. Ngom veç pak. Tanaher. S'ka lidhje i vlerëson njerëzit që janë të zgjut. Njerëzit që janë artista, ama jo një artist që mundohet me ul një person tjetër, që është... Ti mendon ashtu? Jo, unë mendoj jo, po mendon krejt njerëzit ata, çashtu. Po nuk mendon, ma tha ai tjetri sepse ka interesin e vet për më thonë. Sepse ndoshta unë jam atje ty më gjujt me votime njerëzit, edhe ai do më ul poshtë. Se ka interes tjetër. Kam veç pak, na shtatë të e gjujt. Edhe unë ja thash. Na shtatë të e gjujt me votime. Arsyeja unë thashë jam është një ky djali jam i tu, i kishu jam nuk ka titull. Edhe nuk ka me kur Shqipni, pa ble titull. Po kjo kjo më pëlqej që thaj. Për Shqipni tjerë që kanë ble titull, ama ti the me diplomat bleme. Po jo ky se tha për mua. Jo. E përmendni edhe diplomat e bleme. Po për këtë më. Po për këtë më. Jo, nuk e thon për to. S'ke thon për to. I mendoj fjalë. Po për diplomat bleme nuk tha për to. Janë me diplomat bleme. Po, e di. Janë të tjera me diplomat bleme edhe me titull blem. Po jo ky. Apo, më kam veç pak. Ha, çfarë duhet të gjoj ti kur? Po thuj po jo. Nga veç pak. Çugo ke tjetër aty. Si e morë vesh ti? Thash i ky? Artist pa titull. Unë nxeva sepse ti the tashi po kërkon titull, tashi po. Mos e bëni shkallë. Tani po bëni titull në një kohë që ti blen zemrën ti vërbu me balojna këtu. No. Se bëni shkallë. Alla gojë, alla fiziku. Ti ke filluar lojë me mua, se ti ke nis me ofendime me mua. Ti ke nis pi diçka të mirë me mua që kemi pas më herë ke kaluar keq. Për shkak çfarë më? Po gjithçka. Kam cigare mua, kaq më kanë vjedhur. Për shkak kemi kon atje. Ata që të thon limi edhe shikon se kam thon. A? Jo, e pse me përdor atë sen të limi atë që ma the? Pse me përdor? U gnaqet. Po ja? A u gnaqet? Jo, s'u gnaqet, po pse me përdor? Ja u gnaqet gjigoj. Qysh? Po u gnaqet gjigoj. Absolutisht jo. Se limi ka shumë djalë mirë. Jo, po pse ti e përdor atë fjalën e limit pra? Unë se përdor. Po ja e përdor shumë mirë. Shumë mirë përdor, tha limit ka thonë. Se u gnaqet tash për limin ku limi ty. Ja, s'është e vërtetë as pak. Nuk është e vërtetë. E vërtetë është me ty. Okej. E ke nis atje, E ke vërtetën ti. Jo, e ke nis atje te pulat.
Ka dalë. Ku është e vërteta? Ku është e vërteta? Peçdora jeme është kogja e gatë. Po shihet kancler. A janë të buta ata? A janë të buta ata janë ata janë. Atje te pulat, A janë të Bersoleta, janë të buta ata, janë ata. Ja kom jap dhizë. Ja kom jap për të vishë minutë. Se më të full me të lutam, falem. Po që me fol po Tash ja kom jap dhizë ushqimin, tha mos tu ja kom jap. Tha mos tu ja kom jap. Tha dush me fol, tha ta më shqipen. Unë e flas shqipen kështu. Edhe si arti këtu më mësu shqipen as kërkujes. Po nuk e njohur shqipen tonë, atë kuptoj. S'ka lidhje. Unë flas shqipen, çush jam mësu, çush jam rrit, edhe çush jam. Atë mos vol me të Jo çush do më edukuar. Mundesh me debatu me mua. Derisa jar që tu ki mul me krejt. Se mi kesh kupton kana fjalë që thamun, i kesh kupton për interes. Derisa jar që tu me krejt ki me najt, ki me fol, ki me bisedu, çka mos që tu. Po s'mund me fol çat vjen ti me thon ti më. Atë largohesh pi Po tavelinës. unë do të më heq tan dijen tëme për me komparacion me tonë. Jo, absolutisht. Mirë, dy vagona me libra. Një njeri nëse është i ditur nuk ofendon. Jo mo, dy vagona me libra do të hedh me Diegun. Një njeri nëse është i ditur nuk indulgjencë as bajnë, tash do më parazimë ty. Nuk ofendon. Nuk është ofendim kjo, kush ke lexuar? Jo, ke thënë du këta, ke ofendu plot tjerë. Ke punë ti me të tjerë, më të thuj për veti. Fol për veti. Tenxheria e madhe ku është? Tenxheria e madhe. Tenxheria Nuk po e flas më. Tjetër. Tenxheria e madhe në s'kom pa. Ato poshtë i kom zonë 2. Ku është tenxheria inoksit valla? S'e kom pa. Do të pasë çu pasi bollita është nduk se për në tabelë bën kushte, po jo më lart. Ke vluar Rik, ke vluar gjithë qumë është? Vetë çka ka bu me çum. E kam shit. Me bos, ja, kena kënë me dy bosh. E keni kullu, e keni jetë të ka e plastike? Pa. Po në përmezi jo? No. Okej. E kryon e nëse dënë? Jo, përse se do bëj sultjashta. Okej. Raw food. Njëna edhe grupi fort edhe pallati fort. Se mori. Pse? Se mori. Po ku me mori. Sa s'botesh dikur Ti mu pëlqeve edhe më atë me gishtin atë, është e bukur. A bo të vjeçorja. Direkt me gishtin. Për zotin, po sa kena bo shaka Sa me Frederico me gisht për të, më thonë se çe Sa kena bo shaka aty më praj për do t'i që ja të qoj gishtin me për të fillun të kënuar. Po ishte rasi, më sa si. Rasi, Po ishte është Don Rico po të më për. është i pam Don Rico. Po si e ongërën prapë. A ta marim shumë me sportivitet për shpirt. Po që të bëjmë që të bëjmë. A të na vizitohë? Po mërën. Ojlo, Po më. kur të vim ne me la emët njes, po dush bëje kapën. Po, që mos tani na gaj. Jo. Po të ta bojëm. Jo, për se kena kafe turke, se kena elemet kafe, aty më ka Ja, të ishte në fillim kur ishte kjo herë të para, mollim, ta din se ishte aty të naj. Mora unë një letra kështu bathroom, e futa një karton kafe mërën. Apro adhe afër këmë rritë. Këtë të ma futë. Këtë të më bërën, këtë bërë më kështë bërë kamerët, kështë shumë këtë. Ti e di që unë si kom qef me thyrë rrigo. Adhe më se theva që. Fare, as ti si thyve. Ja, pa, i pashtë, ishe në tana bishtat dhe syve që i pashën, ishën ashtë të thash. Si sniper apo tema ku shumë. Pa, Në gjithë kohës. Jalla. Do sniper t'jenë, e kuptoti kanë, dhe më thonë nga gaji, është se këto janë gjona që, e kupton, Pa që bëhet më dhe pa si është në këto raste, Bëjna kafe turë, mere se s'to t'gjo, kërkoje se s'ta jep. është një kod. Ja, kërkoje nuk ta jep, po barë se s'to gjo. E kupton, dhe aty shifen, do më thënë, Varet. pse shkojmë ke fakirin, pse ka qefa ime në padin, pikrish me pa, Ndryshojnë raportet, Po, pra. ka njerë që s'durojnë, Ka njerëz. ka që dalë nga vete, më shpejt. Po, kjo ka unë mendoj që këtu du të ketë ka një sens komunitar. Nuk është një gjë që është thjesht individ, se individ e zgjidh shumë kollaj. E zgjidh shumë kollaj, me çdo kush mbyllet ke vetja vet,
E këtu nuk ka birë none me më qitë mu nga vetja nëse unë nuk vendos mos ta llogarisë. Domethënë, është procesi fort, shumë psikologjik, psikofizik, se ka të bëjë edhe me instiktet, ka të bëjë edhe me çdo gjë, por nuk, domethënë, është kollaj. Puna është kur je bashkë për të gjithë. Domethënë, një gjë, unë se mendoj që një gjë që duhet t'ja bëj Rikut për hir të Rikut, të fus në grop 20 vet. Tash këtu janë tu ke edhe yllin, ke edhe Frederiun. Po, ylli mu për shembull nuk e shoh. Për Saturn më pas mendemi ai, as kishte me lënë kënd. Jo, ka një gjë. As kosha prej larg as prej afër. Unë nuk e shoh Rikun. Po ka beautiful me ID për me bën IQ për me bën këtë që bën. Një lojë ka ngatrollën me media. Me Rikun në të njëjtën nuk ve problematika e tina është këtë që ka me yllin. Nuk besoj njësoj me yllin. Unë shoh ku ka defektin ylli. Dhe në atë defekt që ka ylli, përpiqem t'ja riparoj në mënyrë duke ja shpjeguar, jo vetëm yllit, po gjithë, në përgjithësi, sado që ne kemi unifiku gjuhën, ne nuk kemi unifiku... Që ka vlerësu për shembull që unë kam kënë si nëzonësi para ti për me mësu perfekt gjonët e lektorisë. Po. Si nëzonësi, i kam ditë, po jo, aqë shumë. Po nësë më i mërë me vlerësu për i diçka, për një personit, kur për një person mundohet me të ofendu në mënyra të ndryshme, nuk më i, Frederik. Unë e kom pas shumë respekt, kom vazhdoj, edhe prej konën që i jashtë, po s'jam ai njëti me ty si kur më fillim. Pse ke do në ka të gjatë, është fakt që e ketë, është e jotja. Pse e ka që gjatë, pse është ofendim? Jo, nuk është punë. Po pse, edhe rrullat dru është një lloj... Frederik, ti ofendon edhe nuk e dim pse ofendon. Nuk e dim pse, edhe nuk e din. Po, te femnat e ki pak ma ndryshe, se te femnat... Po, du t'i tjerë. Jo, tash të folje me... Tash i raporti me në dy. Prit, tash atë raporti. Raporti me në dy. Raporti jot me femna edhe me meshkuj, raporti jot me femna edhe me meshkuj është që femnat i ofendon, po e shen që ka bon e këthesh edhe mënosh mi andru që jo vëlla menova ndryshe. Te mashkujt e ki raporti ndryshe se ofendon direkt. Ko mërë ti këtë drejt? Qka? Me thonë diçka që s'kam thonë në jarë. Po, qësh? Po me nejnë na ditë kër i ke thonë si Big Mama, diçka që u përlajte me të, tëni... Si që thosh më të? Jo, tëni e thire dhe u mënove me ndru. Po ku e din ti? Se që sot e kom kalu dhe kom një. Po ti bjerë Big Mama, Big Nena? Jo, nuk është Big Nena, jo, Nena. Nena për Nena, Qa ke thonë një sa ditë? Që kam thonë? I tha diçka. Ku nuk di asi gjohë që kam thonë, asi ofendim glëb. Ja, i tha diçka, u përlajt më ngjes. A kupton kush jam? Jo. Kush jam hajde si pas? A? Tu disha për tjetër. Je shumë. S'ka shans. Jo, se unë... Njerëzit që kanë zhvilluar këtu në vetëm një rrugë. Se unë e kom një me veshtëmi, edhe i thash një çka tha, ma ndrejt, tha që ato ma herët që më ofendoj, tha tash ti e tha ndryshe. Më ta keni ju atë sistemin e... Nëse janë dy persona kundër një personit, atëherë i bjen që qajp një person që është vetë ka gabu diçka. Atëherë Big Nana, kjo nëna, në qofse unë e kam thonë dhe i fjallë për i tjetër, a ka kuptu e keq, mundet, sepse prandaj është gjuha, që ju nërshkon ne edhe ju. Jo, pra gjo është ajo, na nërshkon. Që neve nuk na le, jo më mërë vesh. Ofendimi e ka një gjuhë, nuk i ka dy gjuha. Kush është ofendim? Me thonë je pis, me thonë je legend, je... Ata që të në thonë tjerë, i tajnë ofendimet. Ose me thonë diçka për thonë që... Po në ato i pres për të në, për te nuk e këmë prit. Cilë për të kam thonë? Urna? Ska lidhje, ti ke bëhë ofendime tjera. Që që në ofendime, që të kam bëhë një ofendim që të kam bëhë? Ofendime që ato që thet ti, që një ka di që e të dosh me thonë krejt, i kom prit për që aty në njerëze. Po një marë, një për atyre që më thuti, unë e kam pas ofendim, edhe ta s'kam pas ofendim. Tjerë që në thonë, bum. A dit, se s'po du tash me përmenë, se kom përmenë, prajmë. A dit kur kesh ullin, a nuk është ofendim marë që atë mënyrë të ftyra jam. Me të zu atë që kishkel me kom. Po, nga me shpak. Me tendencë. Nga me shpak. Njeri i vogël e bën atë. Nga me vetëm pak, pasha... Ky zgjidhje që më bën, doli jashtë rashi, ja futi ata me luz, edhe më shkelë, ata ishin për të latin, se unë ishte lati për mirë. Ja futi për lash aty, tan ditë me pa gjumën e pusti. Për zotin e madh që është një, mos më zdrit nesër, ai Yll Dreshe, Yll Halil Dresha, ai nuk e ka bëu kur me tendencë, as nuk e ka di që ta ka bëu çat sen. Ke kalu me hapi gjerën teme. Jo, se si ardhë me hapë Ja, nuk jam për aty në. Unë të arruj dy, edhe ata e din. Jo, se dush më në thonë. Ata e din që ke shkel. Ata e din që ke shkel. Ngam, jo, ata nuk e din që e kom shkelën, që pas në shkel me tendencë ose diçka. Ja, e ke shkelës. No. Ti kishë mundësi me hapë 20 pigjera, aty hape vetë stemin. Jo.
Që s'm ke thonë mu ma ke shkel o Yll, që shka bone se Mos kemi të thash mbrapa. Jo, ma ke thonë mas anina mas e bone të madhe. Pasha zot më të thonë mas një tendencë. Që yllit ta thot. Nëse e kom shkel unë as nuk e di që e kom shkel. Ato kanë tendencë hapja për gjerës teme. Kën? Ti hapja si për gjerë tjera, ditë veç temën kjo hap. Për zotën e madh jo. Veç temën kjo hapë ditë. Për zotën e madh nuk o kon. Edhe nuk e di pse e kom hap, e di që e më afru Për me kalu me nesh një dhe. Kën? Një dhe që neshe, kamen, tak, edhe hapë për gjerë. Zotën e madh. Unë ishte gati të fjetë. Jo, për zotën e madh. Absolutisht kur njët. E thëm atyne kamerave, apat. A ju ke thonë kamerave? Po putë? E nuk e di pse s'ko ka dalë ajo video që ju ke thonë kamerave. E shpresoj inshallah del ajo video. Janë të ulta. Po, inshallah, jo si janë të ulta. No, ma e olt është me ardhë dikush të ftyra qashtu, se sa me ti kap edhe me thonë, hajde ko, nga, hajde ko, qëre mi ke shkel. I këte ko shkel kama jote. Ti e përmende për gjanat që i kam lanë në dy. Po. I kanë gjanat e mja sa erdha prej dushit, do t'i marrë të qëjmë i da. Jo, ato jo. Ishte gjanë, ishte mull për që cilamjes. Ato jo në konë aty, se mas i thëshe je kru, ja ne je dal me breke, pse jo ta thashe dhone një sen që ako pej me në gjesit deri në pramë. Atë kam rajtë në gjonë që i kru? Urna? Rajtë? A kam rajtë? Që jem kru? Jo, unë jem kru në edhe shtashë në zveti ty për më kru. Po që kam problemu që e moshku. Jo, për zveti. Nuk dveti ty as kërkon për më kruune. Jo, ma para oqeve dhëtë me veti vjetë, se janë njerës të shojë. Jo, para kamerë normalisht e po para te s'më interesan. Më kruët po ama qëto. Para kamera, unë kam po i tu, këtë, ti ke kalu. Unë e smoj ty, pse nësë më më thirë ti, mu si person me thonë, qërë jetë e marove krume, ishte 30 sekonda krume. Ska lidhje, mas krume zvazhdan edhe procedura, biseta, më vetë, që ca nëse bën qëto ne. Ta këna thanja 6 herë, edhe me humor, edhe me sarkazm, edhe me cinizm, të kam thonë. Gjithmonë muhabetit me mu, në fillim ke pas respekt, nuk muj me mohu edhe normalisht siguron e ndaj te. Respektin për pjesën që je mirë, për pjesën që s'din, nuk më që s'kam bërë. Jo, se si më ardhën në këtu me kalzu intelektualitetin tamë, ose me kalzu shkollën tamë, ose me umat, me intelektualitetin tamë, e mënyrën e elekuencës gjuhës. Jo, po s'jale e kërkuj intelektualitetin tamë e qitë poshtë edukatën tamë edhe shkollën tamë. Absolutisht. 9 vjetë, 12 vjetë, jo, 12 vjetë, 12 nuk është vjetë më të ble, intelektualiteti atë nuk blihet në drejt. Nuk blihet, qëto që e kam. Okej, egzoj. Po, egzoj edhe nuk e hapi kërkuj edukata, kultura, mentaliteti, tana bëjnë një person. Por nuk është ofendim më. Jo, nuk e ka drejtë mangësi quhet. Mangësia nuk është ofendim. Po, a e merr ti drejtë më thonë mua e ki mangësi çto? A ça? Po e merr drejtë. Bas asaj që sillen unë, që sillen njerëzit, miliona njerëz që njofun. Mangësi quhet. Mangësi. Po ku e merr ti drejtë më thon e ki mangësi çto për shkak? E thon ton 1 milion njerëz. Ku pazohesh ti ç'pe thojnë 1 milion njerëz? Sepse është jo etike për shoqërinë. No, po ti se den, ti fol për veten tonë, jo për shoqërinë këtu. Ti shpesh jo, shoqënia është si na shohin. Po ngëm veç pak. Po, tash ti okay, po ti kanë shoqënia jote fanca tu jashtë. Sikur një njeri ikonë muzikës, ikonë shqiptare. Po ata ta garantoj me jetë që nuk kanë njoft sikur ofenduesin që është. Përgjithësi ndoshta jo tan miliarda që kanë njoft. Po. Mendoj që nuk njohin ç'është ka të njohin ç'to. Po, mund më bazu që na shtatë dhe është lojë. Na shtatë është loja jote, ja. Aftësia jeme që me përdor trunin për të mirë. Po ngam, aftësia jote është edhe me përdor për ofendime me qitë personin për vetit, po të onës nuk të shkën të kësën. Po nuk shkën se ti bo me kenë me kuptu që është gabim që bën ti del për vetit. Ti ka si se kupton, pa në s'del. Asë njerë, kur si mdalë për vetit, asë kur s'dalë. Po se kupton. Bo me kuptu, me thonë ty për shemull i diçka që është shumë e keqe. Po. Që e ke, aty del për vetit. Është një menim i joti. Po jo më borë. Po jo, se ti se din, ti nuk më njën në realitet. Më falin që bëndu pra, sa cigarë kemi në fakirët në dispozicion? Sa i ke dhe maestro? Unë kam... edhe i paket. Sa i ki basa? Pse? S'ki moa. A nuk ki moa? Fix. Mora ca vape. Ja më si pia, më bëjnë dëmë. A më këshura ki drejt me